Miq të Pisk System, ju përshëndesim, uroj që t'jeni mirë dhe ditë më të mira ardhshin për gjithë ju që ndoshta jeni duke u sprovuar me gjërat e kësaj jete dhe t'jeni të fituar, por padyshim që kushdo që e merr sprovën dhe ngjarjet që i ndodhin ndryshe nga ritmi i përditshëm i jetës, që i del diçka para dhe thot, unë shpata këtu, edhe kërkon të gjej fajtorin për te vetes tij, bën shumë gabim, them që të ftohet, qëndroj i kthjellët, i qetë, i duruar dhe ta marrë me qetësinë e duhur. Kam përshtypjen që dhe vetë jeta është ajo që bëhet më e bukur kur ka pengesa, kur ka sprova, kur ka sa më shumë ngjarje të tjera, se normalisht po të jetë e vazhdueshme në një mënyrë lineare, do të kishte edhe kuptimin e vet. Shumë njerëz e çojnë dhe orientojnë gjithë ke krijuesi i natyrës, i botës, edhe vetë njerëzimit. Neve krijesave më të veçanta, më të veçuara nga ai vet. Alex, përshëndes, faleminderit shumë që gjen kohën dhe kemi Alexin që kuptohemi, bëjmë këto biseda që nga masa ndoshta do dukeshin shumë çuditshme, por gjithmonë dua ta nis në çdo hyrje të këtij podcasti ose bashkëbisedimi që kemi shumë njerëz që janë besnik dhe njerëz konstant që na ndjekin dhe na vlerësojnë dhe bëhen pjesë e kësaj se çka ne bashkëbisedojmë bashkë. E kam gjithmonë për kënaqësi ftesën që bëni këtu, gjithmonë nisur nga ajo që do japim një mesazh pozitiv, një mesazh të drejtë, të sinqert, transparent publikut. Edhe kjo është kënaqësi më vete. Prandaj dhe sa herë që më drejtoni ftesën, do e gjej kohën patjetër. Është i gatshëm edhe unë me shumë përulësi e kërkoj Alexin, i them ora Alex mos ke edhe gjëra të tjera se normalisht çdo kush nga ne ka shumë impenjime të tij, gjëra që ndoshta i kemi në jetën tonë të përditshme dhe kjo është një kohë mund ta quajmë të humbur nga gjërat e tjera të Alexit, por ndoshta që mund ta vlerësoj në një nga kohët shumë më të mira të plotësimit të jetës të tij ose ditëve të tij, javës të them përderisa ne jemi një herë në javë këtu në Pisk System. Po kjo dhe fal atyre ndjekësve tanë të rregullt që i shikoj, edhe ja vlen vetëm edhe për hatër të tyre të dalim që të gjejmë atë kohën për të thënë ato gjëra që ndihmojnë shumë njerëz kur i dëgjojnë. Mendoj se ndihmon. Ç'a t'jep kjo për te pjesës ndjekjes, po e sheh që realisht kjo gjëja që ne po bëjmë Alex të kthehet në një kënaqësi, në një feedback pozitiv për te pjesës se ne nuk është këtë gjë që e bëjmë, të dy jemi të vetëdijshëm që nuk po e bëjmë për klikime, por themi më sa gjykojmë ne, bëjmë diçka me vlerë. Ajo, kjo është piknisja, bëjmë diçka me vlerë. Po. Të ndihmojmë. Po realisht po e sheh që ka le të themi një impakt pozitiv tek njerëzit? Po e kam rënë që ka. Është goxha pozitiv. Bazuar nga komentet që thonë ju ndjekim rregullisht, jeni për te kësaj se nuk duhet ta qëndroj te kjo, por kjo tregon që ka një lloj të theksuar, një nevojë të theksuar dhe nga vetë masa, nga popullsia, nga njerëzit, jo vetëm në Shqipëri, por ne flasim për atë ku jemi ne vetë. Por edhe ndoshta në mbar globin, se ndjehet ajo që është krijuar një lloj shkëputje. Ka njerëz që kanë ikur, janë shkëput komplet, por ndoshta ka nevojë njerëzit të dinë më shumë, ka nevojë që të mësojnë, ka nevojë që të rikthehen, thonë edhe kush është, se edhe gjithë ajo kush rrihet biseda ose do në disa tema duket sikur jemi në nivele konspiracioni, por baza është edhe për vlerësuar njeriu dhe atë që ka krijuar njeriu. Njeriu është qenie inteligjente, është qenie logjikshme. Siç e them më parë, është krijesa më e veçantë e Zotit, që na ka pajisur me këtë dhuratë që quhet logjik, që do të thotë se është gjithmonë në kërkim. Është gjithmonë në pasurim të dijes. Edhe mirë po, ekziston dhe ana e kundërt që e përdor këtë sistem, këtë strukturë që është ndërtuar në botë, që nuk e do që njeriu të ketë qenie që mendon. Por t'i kalojnë disa gjëra që duan disa. Ata disat janë shumë dyshimtë, ata janë kundra nesh, kundra njerëzimit. Punojnë për hesap të atij tjetrit. Nuk i duan njerëzit të ecin në këmbë, po të ecin
si zvaranikët. Mos mendojnë, mos ta çojnë kokën, të jenë hallen probleme. Po mirë, mund dalin njerëz që thonë tani ç'punë kemi ne me ta. Ata janë punë vetë, ne jemi punë tonë. Çdo kush nga ne e ka ndor vet apo jo. Po. Që të mos jetë pjesë e tyre. Po ti nuk sot ato e kanë arritur njeriu në një nivel që mos të di se çfarë kërkon. Don, e kanë pllakosur, e kanë bombarduar me disa gjëra me mënyrën e tyre. Bravo. Që mos të di. Prandaj ne dëgjojmë her pas here si shpreh, kam përshtypjen që edhe ata që na ndjekin e konfirmojnë këtë pjesë që kjo ndoshta edhe pavedijen tonë, kjo është ajo që e pavedia nuk do të ekzistojë asnjëherë, apo jo? Jam gabim, jam okay këtu. Pra ne nuk do të themi se ka shumë njerëz që janë plotësuar, janë mirë me shnet. Kanë një punë, kanë njerëz të vet të afërm, i kanë mirë. Kanë le të themi një jetë shumë normale të kënaqshme, patjetër që ka edhe ato, prandaj nis edhe me provat me gjërat. Por deri diku është, okay. A thot, po si jam mirë, ku di. Atë duan të kalojnë boshlik. Pra dalin nga ajo që theti ke shprehja. Aty duhet të mbajnë atë nivel, meqense ke plotësuar këto 4-5 pika, duhet automatikisht të ndihesh i vetkënaqur, i vetarrir. Por është kjo që sapo the tani dhe prap megjithatë thonë që nuk ndihemi mirë, nuk ndihemi të plotësuar. Po, nuk ndihemi mirë. Është pikërisht kjo që duhet kuptuar nga kjo, që nuk është deri aty, nuk është ky qëllimi. Duhet më shumë, më lart. Sepse realisht ato të mbajnë shumë poshtë. Sepse nuk ndihesh prap bosh, domethënë boshliku është prezent prap. Pse është ky boshlik që të merremi pak me këtë? Kjo është ajo, le të themi, pika ose tema që t'i japim pak rëndësi. Ky boshliku që krijohet. Pra si mund ta mbushim ne? Ne kemi mbushur, por si mund ta mbushim ose ta anashkalojmë atë dhe ta shohim pozitivisht gjëra. Mos shohim gjithmonë të kërkojmë. Edhe ndërkohë që e ke të humb dhe ajo që ke pastaj. Po bra. Tani më e thon trot çfarë është ajo që e mbush njeriu, do e marrim kështu si kur po them diçka filozofike. Ajo që e mbush njeriu është kontakti me vetë Zotin e vet. Atëherë njeriu ndihet i realizuar. Po gjeti Zotin e vet, krijuesin e vet, atëherë do ndihet i mbushur, i arrir edhe të gjitha këto të mirat. Gjë që e bën të kundërtën fare sistemi dhe ai që drejton këtë sistem, që ti mos ta kuptosh kurrë atë gjë. Të kaloj gjithë jeta jote pa e kuptuar. Se po fillove të mendosh, po fillove të kuptosh, ai fillon ndihet i rrezikuar pasi si po i del nga kthetrat. E do të mbaj këtu ai në një nivel të caktuar, në një nivel pastër biologjik. Po njeriu nuk është vetëm trup, është dhe shpirt. Është gjysmë qielli, gjysmë toke, është gjysmë angjëll, gjysmë njeri i zakonshëm. Ne duhet ta çojmë atë nivelin, mos ta lejojmë të na e mbajnë aty ku duan ata. Duhet të bësh një revolucion, e fillon nga vetja atë. Sapo se bëre atë revolucion, aty pastaj gjithmonë do ndihesh në boshllok, gjithmonë do ndihesh i zbrazur. Le të kesh pasurinë e dynjas kesh. Siç thot Zoti jon te libri atje, edhe sikur gjithë pasurinë e botës kesh, dhe të dëmtohesh shpirtërisht, çfarë do bie ka? Pra njeriu, se thot mbretëria e qeve gjendet brenda jush thot. Kjo është shpreha më e goditur. Nuk gjendet ose siç e thot edhe Gena, më mirë me ty e fukara se sa pa ty i pasur, ha? E kaloj edhe ai mesazhin. Ai e kanë atë, por do të thoj, ai kaloi atë mesazhin, do të thoj që dashuria është ajo që plotson njeriu tani, ato pasuritë ikën e vinë, sot ke nesër s'ke, po ti prapë njëjti je. Kjo që zot përqendrohemi te xhepat, te shifrat e shumta të llogarisë bankare. Po si as i qet, nuk edhe gjumi nuk e bën rehat. Po se mos humbas ai shifra. Edhe kur ecën kështu me frikëra ke. Pra, si mundet, domethënë, njeriu bëhet pjesë e kësaj, edhe sa i vështirë mund të jetë që të tërhiqesh nga kjo. Nga kjo gjoja që ti ndihesh i plotësuar me anën materiale. Po, edhe ke gjithë këto mangësitë e tjera. Mangësitë ose paranoja, le të thënë, që shkalon në nivele paranoja, kupton? Patjetër që kalon. Gjumi se bën rehat, thu po më shkruaj dikush, po më koncernon dikush, she mangthe, ëndra, ke ankth, se mos u mbas këto që fitova. Nga ana emocionale, rrahjet e zemrës që ke shpeshta, gjëra të tilla, kudo ku je nëpër ambiente të jashtme ose ku që takosh me dikë, thua po vjen dikush, po më shef dikush ndaj këtij, ndoshta ti mund të jesh shumë i qetë, por thjesht kjo ngarkesa kaq e madhe, ty të ka ul poshtë, të ka ul, por ti ndërkohë që thua jam dikush i ke edhe pushteti, po
Më shumë e ke ngarkesë. Pyete tani sa e vështirë është dalësh nga kjo. Dalësh nga kjo që mos kesh to, si Robi thotë e kuptova tani, thotë, "Ora çfarë mund desh valla si ishte më mirë." Ka shumë njerëz që thonë, pasi kanë arritur një stat caktuar, kanë pasuri, kanë makina, kanë prona, kanë shtëpi të shumta, Po. me vlera konsiderueshme. Po thonë, "Valla, isha më mirë kur isha deri dje buke djathtë." Isha mirë kur isha keq. Po isha mirë kur ishim keq. Po, është ajo shpreha. Po pra nesër. Po sot, Nga përvoja. po si mund të, a ka në rrugë që mund të largohet për shembull nga kjo gjë? Çfarë do të sakrifikoj? Këtu kalojmë mesazhe pozitive, e kemi thënë që gjithmonë ka zgjidhje. Po sa i gatshëm je që ta pranosh atë zgjidhje. Po çfarë mendon ti që ata nuk janë të gatshëm? Cila është arsyeja pse ata nuk janë të gatshëm? Smundja shpirtërore, ajo kallja që kanë pasur nga brenda, korruptimi, deformimi. Pse nuk janë të gatshëm për ta pranojnë që ta lejnë? Çfarë duhet bëjnë domethënë? Ta nisim me pyetjen që të bëra pak më lart. Çfarë duhet bëjnë? Pra, a ka mënyrë që mund të shkëputen nga kjo gjë, kjo ngarkesë emocionale që ty të ma peng, se ti ke marrë gjithë këtë pasuri, por ti je peng i gjithë këtyre gjërave. Të marrin pesh ato. E gjithë bota materiale siç është ndërtuar sot i përket djallit, ta themi troç fare. Po. Ai do t'i mbajë njerëzën në një nivel shumë të ulët biologjik. E t'i mbajë ajo ëndra, gjemo tymin, ato tymnajen që themi. E kundërta e kësaj është Zoti. Ai nuk na ka përgatitur në për këtë botë. Tu jemi kalimtar neve, ai na ka përgatitur për gjëra shumë madhore, gjëra të pakonceptueshme. Na ka përgatitur për qiellin, na ka përgatitur që të jetojmë në lumturi, në një plotësi të tezkashme pranë ti në përjetësi. Edhe vjen po sa mendon Robi këtë Aleksi, po dalim një temë tjetër teksa po dëgjoj me shumë vëmendje. Sa mendon Robi këtë gjë? Sot njeriu i sotëm, le të themi. Kjo është zgjidhja. Sa mendon njeriu këtë? Sa mund t'i kaloj përmend ose sa njerëzve në këtë rrezull toksor mund t'i kalojnë në përmend kjo gjë që thje ti. Domethënë që unë për shembull e marr që nga vetja, se mos dukemi edhe kështu si njerëz jemi edhe ne, ne jemi gabimtar, jemi njerëz për humbur në këtë tymnaj që është shumë për humbur. Por është kujdesshëm sistemi për atë. Sa mundet që ne ta kemi në mendjen tonë, vetdijen tonë, që të mendojmë që ne nesër do kalojmë në botën e përjetme dhe ne duhet me punuar në këtë botë për të përfituar atë botë nesër. Po kollaj fare, shumë pak e mendojnë atë gjë. Shumë pak. Tmerrsisht pak. Lumë ata që e mendojnë këtë gjëra, lumë ata që janë pozicionuar me këtë qendrim, që mbajnë atë qendrim. Që e dinë që këtu nuk kemi asgjë. A mund konsiderohet kjo sprova më e madhe ose pyetja më e vështirë e gjithë këtij testit që kemi ne? Unë e konsideroj luftë atë. Lufta. Kjo është lufta e padukshme. Jo ato viruset, ato tanqet që na nxorën ata, lufta e leshit. Kjo është lufta e padukshme. Lufta për të kuptuar, për të dalë, për të çier këto perdet e zeza, gjonat, atë betonizimin që i kanë bërë njerëzimit. Të thyet ajo dhe të dalësh në sipërfaqe dhe të kuptosh çfarë po ndodh. Pse jemi këtu? Disa pyetje kanë njerëzit, disa pse janë edhe nuk kanë përgjigje. Është dram situata tragjike. Është kujdesur ky sistemi ndyrë që t'i marrë njerëzit në një nivel shumë të ulët më valla, skllavërie mendore. Se skllavëria nuk është siç ka qenë dikur me zinxhir dhe militar. Skllavëria më e keq është ajo e mendjes. Të mbajnë ty të lidhur në një trysni, në një diçka që ti të duke arritur këto 4-5 pika që ky sistemi ndyrë na reklamon orë minutë nga televizori, nga mediat sociale, vila, si ai që po tregoj çfarë ti mua. Mirëqenia, ato gjërat, ato të mbajnë të lidhur ty. Domethënë që ky është qëllimi. Që po pata unë makinën e fundit ose telefonin. Që mos keq kuptohemi tani edhe për pjesën tjetër, pra edhe ta kesh një virus, të kesh një pronë, të kesh diçka, nuk është se është diçka e ndaluar. Jo, nuk është e keqe në vetvete. Nuk është ndaluar kjo pjesë. Pra si mos keq kuptohemi, si thonë njerëzit, pse un kam punuar për atë, okay, në rregull, por Jo, nuk është e keqe në vetvete të kesh. Pasuria nuk është e keqe në vetvete. Po. E keqe bëhet nga momenti ku ti e absolutizon atë. Që do të thotë? Kur absolutizon, do të thonë që duke patur unë pasuri, jam zoti. Jam zoti mbi dhe këtu, sepse me anë të kësaj unë bëj gjithçka, arri gjithçka, që mos keq kuptohemi nga të tjerët që thonë valla pse un kam punuar, është haku im, është tjetra. Ata që i ndjekin këtë emisionet tona kanë kuptuar frymën që përcjell me këtu. Frymën që, okay. Edhe e din se pjesën tjetër se ne nuk është se ne i vlerësojmë, i konsiderojmë patjetër gjithë ato dhe i falenderojmë shumë që na ndjekin dhe bëhet qefi që na kuptojnë, shumë e rëndësishme e pjesë. Po flasim edhe për pjesën tjetër që ne sa më shumë të kemi njerëz që të jemi afër njëri tjetrit, bashkohemi, të japim dorë njëri tjetrit, aq më mirë është edhe për këtë, për të dalë që të rritet le të themi ajo përqindja që u bëra pyetjen, që të arrijnë të mendojnë atë që
ku jemi nesër valla? Ajo vila nesër s'është. Po nuk Dhe është marrësh. sepse dhe bota është e përkohshme dhe Po. gjithçka që mbledh mbi këto botë është e përkohshme, njëkohësisht, shkojnë paralel ato. Njeriu do të rritet shpirtërisht. Ajo Por është ne sot po qëllimi. rritemi materialisht. Materialisht. Më shumë. Kjo është ajo që dominon. Kemi Kemi absolutizuar marrë këtë materialin. botën, kemi dhënë më shumë rëndësi kësaj bote. Po, sepse ka ndodhur ajo dehja që po thoshim herën e fundit. Deja, po. Sa më shumë të kesh, siç kemi në një frazë të shkrimi, thot aty, sa u pasurova nga xhepat, u varfërova. Po. Humba njerëzillokun më burr. Shikoj një i pasur, ai Kjo është ajo që e shohin mas. ai nuk bën dot as Ilomosh o burr. Sepse ai është bërë skllav i asaj gjëje. Ai ku të mbleti sa më shumë, kurse një njeri i thjesht ai ka më kollaj të bëjë Ilomosh, sepse qëndron më shumë në atë të natyrshmen e tij. Ai s'e ka humbur. Qëndron akoma njerëzor. Pra njeriu sado që pasurohet, vishet akoma për të zhdukur. Ai nga dëmton veten e origjinaliteti vet i vet, është. nga- Ai kthehet në një armik kryesor i vetes vet. Vetes vet. Ndërkohë që shpirti është ajo që ka vlerën madhore. Shpirti është i pavdekshëm. Trupi do kallet Allah. Kupton, pavarësisht se ditën e gjykimit do formohet prap trupi, do bashkohet me shpirtin. Po këtë s'ka gjë do e herë tjetër. Do ta lëm për herë tjetër. Se kjo ndoshta s'besohet. Se kemi një rast tipik te Librioni i Shenjtë aty që thoshte ishte një i pasur aty, tok për gjithë ata pasanikët, uroj ta merrni këtë mesazh, se është shumë e rëndësishme kjo. Ishte një pasanik atje, edhe një vit pati shumë të korrura, ai kishte shumë të mbjellura. Do i korrun këto tani thot, por s'kam ku t'i fus thoshte ai. Do shem muret e depos una, do shtoj atë sipërfaqen atje, ta bëj më të Mendoj ta madhe. përhapte këtë tjerë. Po shiko, jo, për veten e vet, vetëm për prapanicën e vet, mendonte. Do shembun ato mure, të zgjeroj atë kapacitetin e saj, do e fry, do e mbush me gjithë ato të korrorat e atit vitit, edhe do i them shpirtit tim tani ha, pi dhe do frehu se ke nga të gjitha. Një ditë, një natë më saktë, kur po flinte ai, i erdhi një zë dhe i tha: "O i marr, sot po vinë po të kërkojnë shpirtin. Demonët, se vinë ata. Ja, bota atyreve është kjo materiale. Imagjinoj sa ashtu, ha. Sot po të vinë për kërkojnë shpirtin tënd. Ato që mblodhe, kush do t'i marri? Që do të thotë, ti u mundove më kot më i çmendur, o i marr, u mundove më kot që i kushtove rëndësi të mbledhe sa më shumë materie. Se tani ti po ndron botë, çfarë llogarie do japësh tani atje? Ti si je i fare i përgatitur shpirtërisht. E le pas dore, sepse u mashtrove nga kjo botë. Ajo vjen papritur, se kështu thot aty, vjen si hajduti në mes të natës, vjen vdekja. Edhe ti shkon i papargatitur fare. Edhe aty të thotë pastaj, prita, ç'a bëhet tani këtu? Nuk e dija unë këtë. S'na i kishim mësuar televizorin neve këto gjëra që po ndodhin tani këtu. Kto që po themi edhe tani ne këtu. Nuk i kishim parë nëpër televizor, sa i kishin thënë ato emisionet e famshme, nuk na kishin thënë ata analistat atje. Ç'a bëhet tani këtu? Atje shoku është vonë pastaj. Ty të rombeu ai, o i marri, tha, kot se përdori këtë fjalën. Që do të thotë që ti po i kushtove rëndësi, absolutizove materien, ke hyrë te pjesa e marrëzisë. Aty ti ke humbur fare. Dhe kujdeset sistemi me një fanatizëm shumë të madh, me një kujdes të përsosur, si që të mbajnë aty. Si është njeriu, jo vetëm në rastin e fabulës ose kësaj që tregove, të shkrimit, se ndoshta po e gjykoj. Si është njeriu në momentin kur i vjen ai thirrja ose që thonë që do vish tani, mbaroi, kaq ishte cikli jot. Që të marrë koha jetës. Po, marrë koha. Si është ai momenti? Si është ai momenti? Ai është momenti më i frikshëm. Për ata që se din. Në fakt për këtë duhet të bëj pyetjen për sa i frikshëm është, por ai nuk duhet ta vendosja unë vulën, domethënë. Është i frikshëm. Çfarë bën njeriu? Çfarë Çfarë bën shpirti i njeriu aty? Çfarë bën njeriu? Pra, moment që është ai komunikimi që ndoshta ne nuk e shohim. Aty e kap një panik, se imagjinon dot, aty trazoi taj shumë, aty ai njeriu që është i papërgatitur, do përjetoj frikën më të madhe, terrorin më të madh, sepse do haset direkte me një diçka që nuk e kishte njohur. Si ka mundësi që nuk e shfaq valla, nuk e shfaq në themi në lëvizje ose në gjëra. Për shembull dikujt që është duke ardhur, po jep frymën e fundit, pra. Edhe është duke ikur, duke u larguar. Si mundet që nuk e shfaq për shembull që ta kuptojmë pjesa tjetër? Pra sa i fshet është terrori që po thua ti. Jo, ka raste që është dhe e dukshme kjo gjë. Ndodh me disa persona që janë sekondat e fundit, që bëjnë ca lëvizje paniku. Janë ca për shembull që fillojnë e shikojnë cepat e dhomës, që bëjnë ca lëvizje kështu të çrregullta. Po ndërkohë çfarë është duke ndodhur nga krau tjetër? Janë këta që janë po vinë me të marrë shpirtin. Po. Të marrin, që nuk u kujdes fare për kraun tjetër. Ç'a ndodh aty? Vinë ca zinj, që i quajnë hije këta, janë demonët ata. Ata kanë të drejta mbi atë shpirt. Sepse ai në këtë botë punoi vetëm për anë materiale, punoi vetëm për këtë mashtrim.
mbrapa kësaj botës mashtruese ata janë, që kujdeset i marrin njerëzit në gjumë. Po çfarë bën shpirti i njeriu? Ku ikën? Ça Aty kruset futet do që mos dalin nga trupi, nga frika. Mblidhet. Edhe ka pa i paniku. Pastaj disa e kanë edhe kështu të qetë, disa. Domethënë, varet ku do Zoti që t'ia tregojë atyre që gjenden atyre dhe për çka ka atit njeriu. Ka raste që donë edhe për t'ia demonstruar palës tjetër, por ndoshta shpirti i tij mund të jetë i paqët dhe mund të vijë në formën më kur asnjë nga ata s'ka për ta kap mesazhin, atëherë nuk i jep fare shenja dhe ikën ai pa u kuptuar fare. Pra ne duhet të jemi të lumtur nëse na ndodh një rast i tillë që të marrim të lloj mesazhi, nëse ndodhemi te një Jo më të lumtur s'mund të them që duhet jesh, se thjesht aty nuk donte të jepte mesazh sepse s'do e merrte askush mesazhin. S'do e merrte. Edhe nuk e lejon të ndodhë kjo gjë nëpërmjet atit. Po kur ka dikush që do e marrë mesazhin, e lejon që të ndodhi ky paniku, që ta shohë njëri dhe të marrë mesazhin. Çfarë ndodh tani me këtë këtu? Çfarë po shifte ai? Pse po i ndodhte kjo gjë? Pse u çorientu në moment fundit? Papa i do mendoj pastaj mos ka diçka më të thellë, diçka që ne s'e shohim. Më tutje. Edhe aty fillon e mendon, fillon e kërkon. Edhe ja diskuton me të tjerët. Por kështu i ndodhi një miku tim që ishte duke vdek atje dhe bënte ca lëvizje të çrregullta. Si shpjegohet? Tani ai varet se ku do bi tani, se duhet shkoj te personi i dur që t'i japim përgjigjet e duhura. Se mund shkoj diku që të bëhet akoma më lëmsh. Kuptohet deri diku se çfarë rrugtimi do ketë personi? E kupton dhe gjatë jetës tënde, dhe para se të arrish atë moment final. E kupton se ku je, ë? Po është e bën ndërgjegje atë. Si e bën ndërgjegja? Ndërgjegja ti mund të mashtrosh shumë njerëz për këtë jetë. Po ndërgjegjen tënde nuk e mashtron dot. Ajo të thotë ty që ti po ecën mirë, këtu je keq. Që do thotë që ti je pak edhe më të qartë te kjo gjë. Pra si e kupton një njeri që si e kupton gjatë jetës tij që i përket ferrit dhe parajsës ose parajsës. E kupton, shiko, te shkrimi i shenjtë thot Zoti, do e shkruaj ligjin tim në zemrat e njerëzve. Jo vetëm të ato 10 urdhëresat që mori Mojsiu të ato pllakat, po në zemrat e njerëzve. Ajo do e shkruaj ligjin tim në zemrat e njerëzve, do të thotë te ndërgjegja e njerëzve. Ajo të thotë ty, këtu je mirë, këtu bëre keq. Kur bën një keq që për thënë thua ti, themi neve në jetën e përditshme, po më vret ndërgjegja për atë veprim që bëra. Ishte gabim ajo, fillon ti diskuton me veten ta dhem, të mundon nga brenda. Ai ishte ai ligji pa shkruar, që ti e dallon kur bën të mirën dhe të keqen. Po, ti e dallon, të kapi ndërgjegja, të kapi sedra, gjitha këto. Po. Çfarë ndodhi? Tani ka dhe nga ato rastet pastaj që vjen një moment. Ai përsërit prapë, si gabimtar është njeriu. Po. Pra e kap edhe ndërgjegja, e kap edhe sedra, thotë ç'a bëra, por në moment dytë ftohet prapë, vazhdon prapë e bën. Po, shiko, ajo është lufta e njeriu, ulë ngritje është. Por ideja është që ti ta kuptosh. Por ti po thua për ata që s'kan sedër fare, që s'kan ndërgjegje fare. E pastaj kur bëhet e shpesh, ulë ngritje, ti vjen një moment që nuk çohesh më. Nuk ke më ndërgjegje. Aty pastaj ikën largohet zëri ndërgjegjes. Nuk e dëgjon më, dëgohet sa më zbet edhe sa duket fare. Ignoron komplet. Ti pastaj je për fer shoku edhe se ke kuptuar, ti ke vdek përpara se të vdesësh. Edhe nuk e di që ke vdek. Edhe aty pastaj ndodha ai paniku i madh. Për ata që s'e kanë dëgjuar, që nuk e dëgjojnë më zërin e ndërgjegjes në këtë jetë. Ata ka paniku i madh ata në fund fare në të momente. Sepse ata e kanë shëshuar komplet. Ata janë banesë demonëve, realisht. Ata vetëm keq bëjnë. Si të shfrytëzojnë njerëzit, si të fitojnë nga gjaku i njerëzve, i shtrydhin. Ajo që thoshin dikur në ajo parulla komuniste që thotë jeta ime vdekja jote. Këta janë ata që i kanë shëshuar ndërgjegjen e tyre. Nuk duan t'ia din fare se do vuj ai tjetri. Do e marrun atë tokën atje, do bëj pallat thot ai. Pavarësisht se ai tjetri ka lënë gjakun e vet për ta ndërtu. Ata nuk ndjen fare, janë të pamëshirshëm. Kështu thot, është një varg te shkrimi. Ata, thot Zoti, ata që nuk janë treguar të mëshirshëm ndaj njerëzve, edhe unë zot tregoj pikë mëshire për ata. Edhe sulen pastaj kur je moment fundit vdekjes, sulen pastaj ata aty, që të grabisin se i bërin ngjashëm me ata. Mirë, ati që është sjell mirë gjatë jetës. Po. Nuk i sulen këta? Ja, po s'kan të drejta. Pse? Pa ai që është i mëshirshëm, ai është i ngjashëm me Zotin. Nuk afrohet fare, ëh? I thot Zoti largoi çik, se ky i ngjan babës. Po këtu pse nuk ndërhyn Zoti për shkak? Po ai ka dhënë vullnetin e lirë. Ai një nga dhuratat më të mëdha që Zoti ka dhënë njeriu është liria.
Ti zgjidh. Thot aty, kam vendosur para teje të mirën dhe të keqen. Ti ka bërë të dukshme të dyja, ata ndërgjegjen. Ti e dallon kush është e mira, e dallon kush është e keqja. Ti zgjidh keqen. Ti e bën me ndërgjegje të plot dhe me vullnet të lirë të bësh të keqen. Po Zoti nuk e cënon lirin, atë që ai vet ta dha, nuk e tërheq. Sepse çdo gjë që ka bërë ai është perfekte. Edhe nuk ndërhyn ta ajo ajotja. Po ti zgjidh. Edhe pastaj do korrësh atë që ke mbjedhur, do presësh atë që ke hedhur. Por ne populli jon ka ca shprehje shumë pa para. Tamam urdhëresash prej Zotit. I kanë dalur fjalë të urta nga populli jon. Ne kena popull shumë të urtë u bër. Vetëm ato po të ndjekim neve që ka thënë populli jon ato shprehje. Ne thjesht i përdorim, i themi si shprehje. Po me u duk çik si filozof. Po janë shumë vërteta. Çfarë do hedhësh do presësh. E kjo funksionon deri në fund. Ke mbjellur shkurën këtë botë, duke mbjellur pasurira, gjëra, mirëqenie, ato do korrësh në fund fare. Aty pastaj mos kërko të drejta ti të shkosh atje lart. Se ti punove për materien, punove për tymin, punove për dheun, nuk punove për qiellin. Nuk punove të ushqesh shpirtin. Po punove që të ushqeshe egon. Atë gjendjen e korruptuar materiale që u brumosa. Aty s'ke pasaj, ç'a do kërkosh? Edhe thot pastaj, i marë sot këtë mbrëmje po të kërkojnë shpirtin, ato që mblodhe, kush do t'i marri? A ka raste që të kthehen ta, për shembull, që t'i ndodhi një njeriu që të vinë t'i marrin shpirtin, kthehen edhe nuk e marrin atë natë, për shembull, ose atë ditë, ose atë moment që kanë vendosur. Ka pasur raste që kanë kaluar nga bota tjetër, pan lemerin atje. Si është kalimi në botën tjetër? Edhe janë kthyer. Se dëgjoj shpesh të herën këtë frazën e ku shkoi atje dhe na i thatë ç'a ndodhi. Plot kanë shkuar dhe janë kthyer. Unë kam libra që kanë treguar për se çfarë ka ndodhur ne në krau tjetër. Çfarë ndodh në krau? Është më tmerru. Më tmerr se sa ai momenti kur vin të marrin shpirtin? Po ai është fillimi i tmerrit. Aty fillon tmerri. Po aty kur fillon pastaj. Ose fillon parajsa, Ose parajsa, po, është parajsa. Se mos e bëjmë edhe kështu. Po, të dyja. Ato janë të dyja. Duket sikur është, por realisht duhet jemi koshient për atë. Duhet jemi për çfarë është. Në këtë jetë njeriu parashijon edhe parajsën, se ku do shkoj, se ja thot ndërgjegja që nuk të gënjen se ku i përket, po shijon edhe ferin. Varet çfarë rrugë zgjidh në këtë jetë shkurtër. Po pse të shijon më shumë kjo pjesa e kësaj në këtë botë për shembull? Po duket sikur le të themi. Po sa është si rrugë e shkurtër. Rrugë e shkurtër. Është më kollaj. Po mos më harro këtë që do kalojmë pak atë si çfarë ndodh në botën për ata që kalojnë që provojnë vdekjen dhe rikthehen. Se kjo të pyetin për punën e rrugës së shkurtër. Pse ka tendencë, si duhet ta bëhesh pak më parë, pse ka tendencën që njeriu të zgjidhë gjithmonë rrugën e shkurtër? Po sepse rruga e shkurtër është që të paguan tani ty, right here, right now, këtu dhe tani. Nuk ka durim njerëzit, e duan sa më shpejt, sa pa mundim, kupton, e keq që ti ofron këto, që ti mos mundohesh. E do ti, bab, jepi, shkele, bjeri, fitoje. Prandaj, është më shkurtër rruga e keqe. A është ajo rruga e shkurtër që nxjerr më gjatë? Shumica shkojnë nga e majta. Se kemi një ikon, neve janë me 2 rrugë. Nga krau i majt që të çon atje poshtë, ka një portë që tregon zjarri nga mbrapa, aty është dyndje e madhe, shumica e njerëzve atje shkojnë. Kurse nga krau i djathtë, që mbrapa së portës ka dritë, ja 4-5 veta shkoshin që atje. Është e tmerrshme. Dhe duke e parë. Po, shiko, po të pra deri ku ne sot e kemi të parë këtë gjë? Ne, njerëzit. E kanë të parë, le të themi, se kanë të parë, dhe po ne po e themi, edhe ne po e themi këtu. Pra janë koshient se ku do shkojnë, bazë veprimeve, gjërave që do bëjnë. Jo, po nuk i besojnë ato gjëra ata. Ata vërtet e ndjejnë e Po si mundet që ti thua, nëse ti ndjek këtë rrugë do shkosh të biesh tek ai zjarri atje. Po nuk e besojnë zjarrin njerëzit sot. Kupton, ata thjesht vërtet ndjejnë keq me zgjedhjet e gabuara që bëjnë, po nuk e besojnë që ai është fillimi, se ka vazhdim shoku pastaj, aty do ka horror pastaj, ka tmerr. Edhe më e tmerrshme është që as s'maron kurrë. Ka dhe që s'maron fare, E di që do të mos marrë kur, vetëm të mendosh fjalën kur fare? Kur thue pafundësisht herë atë fjalë, vetëm ajo është merr më vete. Se të thuash ti që sikur një zog të vinte, të merrte një në 1000 vjet, një pikë nga oqeani, kishte një shpresë do mbaronte ajo një ditë. Çfarë thumë? Edhe kjo s'ka më marrë për shembull njëri, kush mund të jetë ai? Ç'a njeriu? Është e frikshme më shoh.
Cili mund të jetë, ç'a mund të ketë bërë një njeri që s'do marrë kurrë ajo gjë për shemb. Po pse lejohet të keq janë këtë botë, se thon sa ku është Zoti, pse s'po ndorhyn këtu, po, e thash në fillim unë atë, gjë. Pse lejon ai të keqin, sepse ti gjithmonë sa na ndodh diçka direkt I kthehemi Zot, pse o Zot mu, pse direkt. Po Zoti është kudo, po janë mi neve qorat të verbër që nuk e shikojmë. Edhe që hedhim një hap perdja që na ka mbyll syt. Ora që zgjohemi në mëngjes, që zgjohemi që ka vazhdim jeta jon, aty është Zoti. Ora që han aty dhe s'nget në fyt, putesh, palosesh në vend, aty është Zoti. Që hedh një hap për të ecur, aty është Zoti. Ne konsiderojmë gjërat të sigurta këto. Kush është e sigurt ajo? Unë të 4-5 hapa që mund të marr. Frymarrin. Po, frymarr. Frymarrja, bravo. Unë të hapi 5-6 që mund të bëj, ma japi një bam këtu, palosem sekonda atje. Ja ku I ke Zotin. Ti po ecën, po ecën. Ti ke çdo ditë shansin, ke çdo ditë ke. Po del vrapin atë, kënaqet me atë oksigjenin atë, ajrin e pastë që ai na jep. Është kudo. Po nuk e shohim më burr. Po ç'a ka bërë ai njeri që do të ketë gjithmonë këtë vuajtje, këtë dënim pra. Që do ketë kurr pra mbarim. Po të dyja s'mbarojnë. Të dyja, e kuptoj, po se duhet ta lidh me këtë pyetjen tjetër, prandaj u them. Çfarë mund të ketë bërë një njeri për të arritur që mos dali fare vëlla nga ferri? Ti I keq e burr. Në këtë jetë I keq, mos ketë bërë kurrë mirë. Po mirë, kam përshtypjen që jo na jetë mirë e kështu rastësisht, se ka na jetë mirë që e bën rastësisht. Kam përshtypjen që vetë njeriu si ne dalim tek ajo. Do të them një rast një të mirë rastësisht. Po. Për një grua që ajo nuk bëhet asnjëherë mirë ajo. Ajo ishte komplet shtrig ajo. Se po përdor çik kështu fjalë popullore. Ishte keq e fare më burr. Edhe ishte në një moment me një obor ishte aty dhe po punonte tokën e vet, po mbillte pras. Edhe ku dëgjon se çfarë mbillte, qep, diçka me gjatë ishte aty nësa më mend. Edhe po kërkonte lëmosh atje. Më jep një nga ato që po mbjell atje se po vdes nga uria, po sharoj tha. Ik nuk du, s'kam thoshte. Po ti ke gjithë ato atje, më jep një dhe mua tha. Nuk të kushton që të japësh një, se kam 3-4 ditë pa ngrënie thoshte. Po ikëm më qura se s'du me të dhënë tha. Ajo insistonte, e shkul një nga ato të mbjellat që ishte, ç'a ishte ajo, qep e gjatë ç'a ishte. Ja merr edhe ja hull çu po ta goditur. Ata kisha, se mund po të kishe në gur ose në tull, me ato do I binte. Po qelloi që mori kthe. Që ja shkuli nga toka që kishte mbjell, ja lshoi. Tani erdhi momenti që ajo vdiq. Edhe kuptohet që shkoi aty poshtë. Megjithatë, shkoi aty alla ku s'duhet, aty ku je aty me 1000 gradë temperaturë. E ca. Edhe po Zoti nga që është shumë I mirë, kërkon do e dile ke mëshira pastaj. A është shumë të mërësisht I mirë. Prandaj ma mbyll herë se po ta çova ke mëshira ma orienton ndryshe bisedën. Po pra do ta përdorte këtë, prandaj. Okej. Sepse Zoti aq I mirë është, ai kërkon një shkak të vogël fare që do të shpëtoj. Të të marrë I lart. Aty pastaj. Pra, më kërkues Zoti për ta shpëtuar njeriu e tij, krijesën e tij, se sa vetë njeriu. Edhe në këtë përditshmërinë tonë ne e shohim edhe këtë gjë. Altin bën gjithçka, nuk ke ide çfarë mënyra është përdor për ta shpëtuar njeriu. Ai shumë na do. Vazhdojmë me atë. Edhe përdori si sebeb, domethënë këtë qepën e njom që goditi atë. Po, për ta marrë ai, domethënë për t'ia dhënë. Po. Edhe u shfaq një angjëll atje poshtë ku po torturohej kjo, edhe I tha, shikon këtë tha. Kjo është vetëm e mirë që ke bërë në jetën tënde, si padashje. Po ta konsideron Zoti si të mirë, sepse ajo është po vuante nga uria dhe ti ja hodhe kështu me hir pa hir. Megjithatë do që të shpotoj vetëm për kësajt. Edhe ja zgjati. Kapu për kësajt. Edhe unë do ngjitem. Nëse kjo të mban ty, do shpotosh. Nëse s'të mban dhe kputet, s'ke për të shpotu. E ç'a ndodhi tani? Mirë tha ajo. E zgjati angjëlli, ajo u kap nga fundi. Edhe filloi duke u ngjit. Që ta nxirrte nga ferri. Në ato moment, disa të ferrosur që të tjerë që gjendeshin aty pranë, se aty e kështu si konserva, I presum aty me ne, ka tuft, papame. Aty, kur pan që kjo po qoheshe, shfrytëzun rastin, po kapim edhe ne mrapa kësajt, që të qohemi edhe ne. Si që ndodhi tani? Momentin që po qoheshe, disa u kapën nga dur, disa u kapën nga mesja, sa disa u kapën nga këmët, edhe kjo u tregu e pa mëshirshme dhe aty. Bravo aty. Se që tha, ikni, qëroni, po I shtyte kështu me kom me dur, sepse s'ka për të mbajtur as mu, thoshte. E jo më ju. Prapë është ajo egoja, ai epshi.
Jo, nuk kishte mirësi as aty që po vunte. Po, e kuptoj ajo prap aty ka shfaq atë që ka pas gjatë gjithë jetës saj. Pra, ka luftu vetëm për unin, për veten, gjithmonë. Ajo ngurtësohet. Ka hap sytë këtë tjerë. Po, ngurtësohet ajo gjendje, nuk i përshtatshëm për atje lart, që i përshtatshëm vetëm për. Edhe i tha, ikni se as mos ka për të mbajtur, do kputet kjo, edhe do bim të gjithë. Ky është mendimi i gabuar që bëri, sepse po të mendonte edhe për të tjerët, që me sebeb këtë të mirën që unë bëra pa dashje të shpëtoni dhe ju të tjerë të dini nga ju mundim atje, do ishin do ishte zbraz gjithë ferri. Kupton, do kapeshin gjithë mbrapa njëri tjetrit si treni me vagonet. Do fute ose prap. Po vetëm nisur nga mirësia e asajt, Zoti do i shpëtonte datat të tjera. Po kjo nuk është shembullin prap, edhe prap shembullin e gabuar prap. Sa po tha fjalën ikni se ka për të kput, s'ka për të mbajtur rasmeje, o kputa ajo edhe natani më. Po mirë, Alex, duhet pyes për këtë. Ti po thua për një rast, që është shembull që jep vetë Zoti. Por se normalisht ne edhe janë ca gjëra që Zoti i lejon që ne të siç ishte edhe rasti i vdekjes, që po shpjegonte Aleksi që e bën atë marrjen e shpirtit nga djajt ose dhe engjëj që bëhet ajo lufta e madhe aty, jo për shimin, është jo është shimi se ky ka bërë vepra për mua, thotë djalli, po engjëlli thotë jo, ky është i luftë shumë e egër, kam përshtypjen në krahun tjetër që pjesa më e madhe e tyre njerëzve që janë afër atij, njeriu që po jep shpirt, i kuptojnë si kuptojnë, por është ai pyetje që bëra pak më parë që a transformohet njeriu që t'japi mesazh, pra edhe për këtë prap Zoti e bën që t'japi mesazh pjesës tjetër të krijesave, të njerëzve që të kuptojnë, kthehuni. Hiqen aty perden dhe shihni njëri tjetrin, jeni afër njëri tjetrit. Por duhet dalë te kjo. Konsiderohet njeriu që ka qenë për ferr. Ka bërë vetëm atë veprën që është siç e shpjegova ti me qepën ose me prasin, që e ka hellë në formën e vet, Zoti prap me mëshirë. E përdor atë prap që ta shpëtoi. Plot mëshirshëm dhe i don krijesat e tij, por vetëm s'duan veten. Po, ajo është. Armiku vetes. Ka njerëz që ndoshta s'kan bërë edhe i vepër si rasti që shpjegove, që s'kan bërë edhe i vepër të tillë. E ato do ketë ka njerëz. Për ata duhet me qajt 2 herë, jo 1 herë. A ka njerëz që s'kan bërë dot edhe një vepër si është rasti që the për zonjën? Po besoj se tani ka dhe raste ekstreme, por se njeriu është bërë shumë, ka përqafuar atë anën e kundërt, është bëhet edhe nuk është se qëndron në një nivel të keq, pa i thellohet më shumë. Ka njerëz të errët sa dush aty jashtë, po. Vetëm që shikon sy, ajo që të transmetojnë ata, ku dëgjon, po. Unë ndonjëherë shmang që të shoh në sy njerëzit, sepse përçojnë ca gjëra të çuditshme, ndjesi të keqe. Jo se nuk jam i sinqert, se kur thon kush nuk shikon në sy, diçka fshe. Përçojnë energji shumë keqe, më por. Ndihesh keq, siklet. Ka ca pastaj që kanë një shikim shumë të butë. Janë si plumba. Unë prandaj vendos syze se nuk e kam shikimin e mirë, por kështu jam goxha çun i mirë. Ja, shumë i mirë. Prandaj vendos syze se trajmë njerëzit, si bësh aka për ta thy pak edhe por realisht janë gjëra që unë ndjej vlerësuar që këto biseda i bëjmë bashkë Alex. Normalisht edhe ne kemi momente që jemi të përhumbur dhe vetë, se nuk jemi tu asaj ka asgjë, të fillojmë me të mijat, harroj Aleksit vetët, filloj Aleksi me të vetët, harrojmë të mijat, kështu jemi të gjithë, por e rëndësishme është që mos na vdesi kjo, mos na ngordhi kjo pjesa e ndërgjegjes, se gabimtar jemi të gjithë, Zoti është koshient për këtë pjesë, ai që na ka krijuar është koshient për këtë pjesë, por urojmë që të jemi çdo ditë më shumë duke mësuar nga ato që bëjmë për të mos gabuar më tek ajo. Pra të funksionojmë më shumë ndërgjegja dhe të jemi në anën e të mirës. Ajo është ajo që është pastaj më e rënda, që është i temë tjetër që mund bëm shumë përshtypje që prap e frenoj shumë herë veten për të mos arritur në nivele gjykimi, për ata që bëjmë për qëllime tjera, që shtiren si engjëj, shtiren si njerëz të mirë, për të afruar dhe për të përdorur, keq përdorur për interesa tjera. Bëj si të mirë, si bamirë, si filantrop, për të arritur në gjëra tjera. Gjëra tjera. Që janë në hijen e
Po kemi një shprehje në të shkrimin që thotë aty dalloni frymrat, domethënë të jemi në një gjendje që të dallojmë të mirën nga e keqja, sado e mirë mbuluar dhe kamufluar të jetë. Qëndroni vigjilent, thot Zoti. Vigjilent domethënë të zgjuar, që ti kapni gjërat. Dallimi është një nga virtytet më një nga virtyti më i madh që kemi në virtytet, në listën e virtyteve. Dallimi. Është barabart me dashurinë. Janë të barabarta këto. Për ta mbyllur tani Alex, duhet që të japi frymë pozitive, jo si patjetër e gjitha sa duhet që duket si e fortë, duket si sta vjen mirë, se normalisht tek sa dëgjoj Alexin, çdo kush nga ne duhet të fillojë të bëjë llogaritë me veten, ashtu siç edhe Alexi kur e thot, kam përshtypjen që bën llogaritë edhe me veten, dha që ulet thotë po prit mos jam edhe unë një gabimtar shumë i madh me gjërat që bëj. Po, çdo kush nga ne duhet të jemi koshient, të jemi vetëdijshëm për këtë pjesë dhe të arrijmë të përmirësojmë njëri tjetrin. Por për ta mbyllur do doja që të cekim pak për mëshirën që ka Zoti ndaj krijesave të tij. Sinjalet që jep çdo ditë kur jemi në jetë, por edhe për te asaj, ose lufta që bëhet pastaj edhe kur kalohet pas vdekjes me shpirtin për ta marrë, për ta çuar në rrugën drejt të parajsës. Po mesazhet janë të pafund për mëshirën e Zotit. Ajo duhet të japë një gjë që se robët e lidhin me këtë, por jo, po kush është Zoti që si duket sikur flasin veç keq, sikur themi që të dënon, do të dënojë atje, jo zjarri, tjetra na ka mbledh, na ka bërë që pra se ka njerëz që thonë për shembull, nëse ne do jetojmë në këtë formë, mos të, ne jemi të lirë, pra po na dënon deri në farë mënyre. Po më mirë tani si nga po them një anë krejt kundër që sot është kthyer në trend, kupton? Tani se është dalin kjo është rruga e shkurtër, kupton? Si duket shumë e gjatë kjo gjë. Nuk i duan këto mosët. Duhen vetëm dyer të hapura ti bëjnë gjithçka. Pra, edhe është krijuar sikur Zoti është diçka e frikshme, Zoti është i dashur. Po ty tregon kujdesin e vet me ato mosat apo. Prandaj është si puna atyre tabelave të qarkullimit atje. Mas 20 metrash ke prerje kthes 80 gradë. Më tutje ke të fortë. Këto janë ato mosët, ato tabelet. Po mos ishin ato, do kishte fluturuar nga gremina. Po, do kisha nga gremina. Pastaj ato që i shikojnë kështu sikur këto mosët na bëjnë dëm neve, ta kthejnë çik atë veten e tyre, kujtesën në vogëlinë e tyre. Kur na thoshte ai babi, ai mamaja që na thoshte neve që shiko, mos e bë këtë sepse ka këtë pasojë këtë. Pse i bënte këto ndalesat? Nga që nuk na donte, nga që donte të ishim të privuar nga disa gjëra. Na i bënte nga e mira. Që na të bënim kujdes sepse do e posonim. Do vinte një dëm. Nisur gjithmonë nga dashuria që kishin për ne, ti vendosnin këto mosat. Ashtu vepron edhe Zoti. Siç vepronin prindrit kur ne ishim të vegjël. Se për të vegjëlit prindi është një Zot i vogël. Ashtu vepron dhe Zoti i madh me gjithë njerëzimin. Ti thot ato mos që të kujdeset, ai të tregon kujdesin më të madh ndaj teje, me ato mosat, që disa e keq kuptojnë. Aty tregon. Edhe tregon që mos jepni shumë rëndësi kësaj jete. Ta ketë rëndësinë ai sa duhet ta ketë, se jemi dhe fizik, jemi dhe biologjik. Po ai sa duhet, të mbledhim, ai sa të kemi kujdes që të mbajmë trupin ton. Po mos ta teprojmë. Amadje edhe kur hajmë s'duhet të teprohet. Në çdo gjë s'duhet të teprohet. Në çdo gjë. Po. Ndodhin fatkeqësira, ndodhin luftra, vdesin njerëz për ditë. Të gjitha këto mesazhe ne jep që neve të kuptojmë që nuk është këtu jeta. Këtu jemi të përkohshëm. Mund të ndodhi kujdo nesër pas nesër. Valla, ai mund gëzoj një shëndet të plot atje. Ikën ai direkte. Aty thon gjithë, "Ua, ai ishte s'kisha as smundje, s'kisha se të." Po të bën një klik ai tup, hajde tani lart, ai vendos, ai të sjell në këtë jetë, ai të merr nga kjo jetë. Nuk ka kontratë me vdekjen. Të harron këtë gjë. Sepse unë tani po i kushtoj rëndësi dietës, po ushqej mirë, po dal xhiro nga liçeni dhe po bëj vrap, po marr ajë të pastër. Çfarë ndal tani, disa kanë ato që kanë filluar këtë proceset e ngrirjes, që nesër pas nesër ti je po në formë, ti je po i ri. Këto janë akoma pastaj në ekstreme, domethënë që të duket sikur kuptoj një përkujdes i madh vetëm për këtu. Në nivele të krijuesit për të marrë le të themi frenat në dorë, për të thonë që prit mos. Po. Kupton? Na jep vazhdimisht mesazhe që jemi të përkohshëm këtu. Po. Jeta është atje. Atje s'mbaron, kjo mbaron. Kjo është ana e tjetër e medaljes. Kjo është ana e medaljes që mbaron, ai tjetër s'mbaron kurrë. Por atë duhet punojmë neve. Po ky sistemi djallëzor, ky kujdeset që neve mos i mendojmë kurrë këto gjëra.
Këtu është jeta, këtu është qefi, këtu është parajsa. Ti fol për zjarre, për këto gjona. Ku ka zjarre, ku ka parajsa dhe ferr, këtu janë gjitha, thot ai tjetri. Sepse ai i ra nga qielli. Po. Nuk do ai që të shkosh ti atje ku ishte ai se bëhet xheloz ai. Thotë tani unë isha atje e humba nga egoizmi, krenaria, se do të ishe njësh atje ai. Edhe ka rënë këtu tani si gjarë për që është dhe shkon barkazi, ashtu në atë nivel do të na mbajë dhe neve. Të ecim barkazi, timi materie, vetëm materie. Ky është mashtrim, kjo është lufta më e madhe, të çlirohemi nga kjo gjë. Që ti sa e quajnë Matrix. Edhe ka ato shpjegimet e veta. Mos timi material, do timi shpirtëror më burr. Ajo ka vlerën madhore. Po ne sado që e themi këtë, po më shumë dominon kjo pjesa tjetër. Fatkeqësisht, te shumica e njerëzve fatkeqësisht ajo dominon. Punë të madhe kemi përpara, Alex. Po për ne do bëhet lufta tretë, ta dini këtë gjë. Ai do jetë shkundja më e madhe, sepse ti të thot prindim, do theksohet ndërgjegja pra. Mos pas luftës së tretë, do theksohet më shumë, do rikthehet ndërgjegja. Aty do qercohen njerëzit pastaj, dëshirë që ka për të ndodhur. Edhe si puna e prindit që ti jepi shpull, ti s'vjen vete. Ti jepi shpull tjetër prapë s'vjen vete. Kjo ka për qenë shpull shumë e madhe kjo. Ky ka për qenë zek, blla, do rrotullohesh ti ca herë me këtë që do ndodhi tani. Po përgatitet. Kur të thellohesh pastaj thua, sa mirë pasa bë, ha? Sepse këto po përgatisin që të na bëjnë 100% material. Komplet, ta humbim komplet gjendën shpirtërore me këtë që quajnë digitalizimi dhe inteligjencë artificiale. Nuk pyes njëri për Zotin, shkon e pyesin kompjuterin tani. Alo, si quhet kjo? Jo, alo. Bëjnë atë pyetjen atje dhe të flet kompjuteri, flet djalli me zë elektronik që bazohet te Wikipedia me informacione që i kanë humbur ata prap. Kupton? Edhe tash kopusin fare, çdo gjë e arrim neve me anë të teknologjisë. Nuk kemi nevojë për Zotin, e arrim sepse shkenca ka bërë mrekullira. Mashtrime gënjeshtra vazhdimisht. Si mos kemi lidhje me Zotin. Si mos ta çojmë atë kokën, të shohim një herë qiellin. Po ti jemi këtu poshtë, ti jemi toksor. Tecim si zvaranikët. Kupton sa shumë përpiqet ky sistemi të na marrë neve aq poshtë, aq dobët, aq të ngulur me tokën, me materien. Kjo është lufta e madhe, kjo është sfida e madhe. Të shpërthejnë këto zinxhirët, këto varësi që na ka bërë kjo botë. Që punon me të gjitha llojet e mjeteve, si ta mbaj të mpir, të vaksinum, të smur. Mediat bën një punë shumë të madhe që t'i mbajnë njerëzit të tillë. Është një nga armët më të forta të atit sykuqit, mediat. Aty ka lënë ato mesazhet. Kjo është jeta ideale, edhe të nxjerr lukset atje, ato anijet me sfonde detin e blu dhe vilat e mëdha atje. Të gjitha këto janë plera malla. Me atë ushqen njerëzit, me kasht që konsumohet direkte. Sa zjat ai tymi që bëjmë ne me cigare kështu, ai zjat dhe kjo jetë. Edhe megjithatë, aty na përqendrojnë. Këtu shiheni, këto janë, kjo është jeta, kjo po arrit e këto, të kesh sa më shumë lek, sa më shumë femra, sa më shumë biznese, ajo është, ja ke hudh, ajo është parajsa. Po arrit ato dhe prap boshje. Ta e din që janë bosh, po prap se kuptojnë. Sepse po të shtova dhe një shifër tjetër te llogaria bankare, atëherë do ndihemi lumtur. Jo, prap s'undjeva i lumtur. Duhet me shtu dhe ja 3 tjera. Prap s'jam i lumtur. Po kuptoje pra merre mesazhin që njeriu nuk mbushet nga jashtë. Mbushet nga brenda. Mbretëria e qejve gjendet brenda jush sa Zoti. Tha troço bur. Është si puna atyre frutave. Nuk ushqehet nga jashtë me vaksina që i bëjnë këta që të fryhet. Mbushet nga brenda. Ka atë bishtin e vet që ushqen nga brenda. Edhe rritet ajo. Kështu është, edhe njeriu nga brenda e ka parajsën. Duhet të zbulojë, se këta na kanë mbushur me plera neve. E kanë mbushur këtu edhe ndjenjat me plera. Është pllakosur me lloj-lloj llumrash e betonizimi atje. Ne duhet ta thyejmë këtë gjë. Po nuk e bën dot njeriu vet këtë. Do t'i thotë, "O Zot, ndihmo, të lutem." Unë nuk kam aq fuqi që të dal nga kjo gjë. Ti lutet Zotit. Po, lutit vet. Po ai të nxjerr vetëm atë. Po, ti kthehet vet. Kthehet lutja. Patjetër që i kthehet, po ta bëjmë me sinqeritet, ta bëjmë me zemër, ta kthehet, kjo është e vërtetë pra. Patjetër që është e vërtetë, është super e vërtetë. Ajo është një nga porositë. Kërkoni dhe do ju jepet, ka thënë. Këtë ta kemi temë herë tjetër, mos më harro këtë se kjo është temë shumë e bukur, se normalisht edhe për këtë gjendje ku jemi sot, është edhe kjo një nga pikat kryesore, kyçe sipas meje, shkëputja e vet njeriu nga njeriu, por edhe tek krijuesi, se Zoti vetë ka lënë edhe si porosi që ne të kujdesim për njëri tjetrin. Po. Po nuk u kujdesem për. Por ne jemi shkëputur nga njëri tjetri, si ka hyrë xhelozia, smira, e keqja, tjetra, jemi bërë pjesë
dhe ndodh kjo gjë. Por paktën ti kthehemi Zotin, nëse nuk i kthehemi njëri tjetrit. Me një lutje për zbutur zemrat, për zbutur njëri tjetrin dhe të bashkohemi. Alex, të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi, ma kujtoj që herën tjetër do të kemi këtë temën dhe Tu ku e lam. tek kjo ku e lam se mu pëlqeu, ishte një temë shumë e lirë sot, nuk ishin këto luftra të gjërat, por janë të pashmangshme edhe këto. Do të thasim se nuk duam të ushqejmë veç atë le të themi me ju ngarkuar me këtë ngarkesën të madhe se çfarë po ndodh, por realisht duhet të jemi koshient, mos kemi frikë, tha shumë bukur në një moment, se dëgjova me shumë vëmendje dhe Aleksin që s'janë asnjë gjë, jo Covidi, jo tërmeti, gjëra të tilla, çfarë do lloj fatkeqësish ose planesh që bëjnë ta, nuk duhet të kemi frikë. Frikën duhet ta kemi me ato që na ka krijuar për gjërat që ndodhin. Nëse ti je okay me atë, s'ke pse. Do të dalësh ballë para vete dhe jemi gjithmonë për krah ti, dhe kur je për krah ti, s'ke pse të kesh frikë asgjë. Shumë paktën e lexoj atë siç ka the. Po ajo ishte me fjalë e the mirë. Po ndërtuam lidhje të shëndosh me Zotin ton, mos keni frikë asgjë. Babai atje lart është i plot fuqishëm. Shumë i fuqishëm, edhe shumë i dashur. Miq, uroj që të merreni më të mirën dhe uroj gjithmonë që të jeni mirë dhe pranë njëri tjetrit. Ju përshëndes. Ne pafshim.